Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në Pasion Kuzhine. Nuk ka si aroma e tavës së pjekur në furrë, por me një teknik të re marinimi patatesh dhe mishi. Filloj me marinimin e mishit. Në tas kam prerë pulën, i shtuam krip, piper të zi. Vazhdojmë të shtojmë këtë miksin e erëzave të pulës. Vaj ulliri. Do t'i shtoj edhe pak salsë, kjo është pak pikante dhe jep shumë shije. Natyrisht që jep edhe ngjyrë pulës. Më pëlqen që ta masazhoj mishin me dorë. Në këtë mënyrë të gjitha erëzat vjen gjithandej, por edhe prekja me dorë shumë mirë i bën. E lëm të pushoj për disa minuta. Ndërkohë ne do merremi me patatet. Është shumë e thjeshtë kjo recetë dhe është perfekte për fundjava. Pastrojmë 1 kilogram e gjysmë patate sa ju të keni dëshirë. Pasi i pastruam patatet, i presim në pjesë të vogla. Unë gjithmonë e bëj këtë prerjen. Por ju mund të jepni prerjen që dëshironi. Mjafton që patatet mos të jenë prerë shumë trash, të jenë pak hollë. Duke i prerë dhe duke i vendosur në tas. Këtu kam një hudhër të plotë. E grim hudhrën tek patatet. Shtojmë krip, nuk mungon piperi i zi. Shtojmë këtë miksin e erëzave. Dhe ajo çka e bën të veçantë këtë recetë është sepse unë i shtoj kos. Jo vetëm që i mban të buta kosi, por i jep edhe një shije shumë të mirë. Shtuam 3 lugë të gjellës me kos, 3 lugë të gjellës me salsë tomateje, bollshëm vaj ulliri. I përziej mirë që erëzat, kosi dhe salsa të vënë gjithandej. Patatet i kemi gati, i vendosim në një tavë. Kjo spatula nuk lë as pak salsë në tas. E hapim mirë. Më pëlqen të pjek në këto tavat e aluminit. Vendosim mishin e pulës tashmë të marinuar sipër. Do t'i shtojmë diku tek 300 ml ujë, 1 gotë e gjysmë me ujë mund të themi. Në për anët që mos të largohen erëzat. Tani me një letër furre, të cilën unë e kam lagur më parë, e përshtasim në të gjithë pjesën e brendshme të tavës, që mos të na i lëj të dalin avujt jashtë. Me letër alumini e pusitim akoma më mirë dhe direkt në furrë për 30 minuta në temperaturë maksimale. Derisa ta shikoni që patatet janë zbutur. Pasi e kemi lënë pak më shumë se 30 minuta, në fakt e kam lënë unë. Dhe patatet janë zbutur. Marrim një pirun, shikoni janë zbutur. Është momenti për t'i rikthyer sërish në furrë, diku te 30 minuta në maksimal. Dhe ja ku doli tava jon nga furra. Shikojni çfarë ngjyre dhe arome që ka. Patatet janë zbutur plotësisht dhe mishi është pjekur fiks siç duhet. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like dhe subscribe.